Çfarë do gatuaj sot tek shtëpia e motrës në Greqi? Sot do bëj fasule. Do t'i vë në ujë që nga darka e parë, edhe pastaja do t'i të nesërmen i ndërova, u ndërova ujin do me thënë, i vura që të valojnë, edhe në të njëjtën kohë po përgatit qepën dhe karotën që do t'u hedh brenda. Unë edhe salcën u hedh brenda, pasi kam ndërruar ujin e parë, do me thënë i vë të valojnë dhe këtë ujë do t'u ndroj prapë, edhe pasaj do t'i vë me ujë të pastër. Pasi u kam ndërruar edhe ujin, kuptohet që të mona ikin fasule të gjitha në lavaman, marr një kullese themi neve, edhe tani i mbusha me ujë të pastër si shikoni, do t'i hedh karotën edhe qepën që i griva, do t'i hedh kripë, mund të hidhni çfarë erëza të doni juve, edhe salcë tomate, piper të zi, edhe piper të kuq. Unë ja hedh të gjitha brenda, nuk i skuq më veç qepën, se bëhet me rënd gjella, edhe nuk e dua maj të rëndë. I vendosa në tenqere presionit, valuan, edhe në fund pasi kanë valuar, u hodha majdanos, edhe pak vaj ulliri tjetër, përveç ati që i hodha në fillim, nuk e kapa në video. Dreka është gati, edhe del perfekte, e shoqërova me sallat jeshile edhe me patate, me sallat me patate. Kaloni bukur!